mendojnë se nuk ka dallim ari, pavarësisht a është stëli që bart femra, a është që ruan shtëpi për tregti, a është i përpunuar, a është se tigull, se tull, është i pa përpunuar, s'ka dallim fare. Edhe këtë të are argjend, nuk është më rëndësia e vesh për dit, e vesh se e vënën arin stëli për dit, apo i lënë që atë i vënën kur ka mbledhime të bimet grave, është mas preventive, rezerve sape, pëse ma mirë me dhanë, me qenis e me përshu zemra, kur je pak i dëshimt, apo mos me dhanë, hajtë se pëthënjë të tjertë, nuk koka, oblikim. Atëherë hoqë një motër nga telefonoj pak më herë dhe pyeti disa pyetje. Pyetja e parë ishte a kanë femrat obligim dhënien e zeqatit për ari. Fillimisht, zekatin e arit dhe të argjentit, nëse është për tregti, apo nëse është në për tulla, këso, e më herë ka qenë më nedhë, obligohet zekatin të me konsensus të këtë ulemave. Por, nëse një pjesë e arit dhe argjentit përdoret për stëli të femrës, simbas hanefive, disa shafive, disa malikive, Imam Ahmedi një mendim, simbas Dawud e Dhahiriut, pra dhahirive, Ibn Hazmi fort e mbron këtë mendim, fort dhe gjatë flet, deri tek dietarët bashkëkohor Ibn Bin Bazi, Allah pas më shëruar, Ibn Themini dhe të Allah pas më shëruar, dhe të tjerë, Omar bin Abdulazizi, Ibn al-Mundhir, janë dhe salemat e selefve, mendojnë se nuk ka dallim, farës ka dallim. Ari, pavarësisht, a është stëli që bart femra, a është që ruan shtëpi për tregti, a është i përpunuar, a është se tigull, se tull, është i pa përpunuar, s'ka dallim fare. Ajetet, hadithet, kanë ardhur për obligshmërinë e dhënies së zeqatit në ari argjend, edhe në anën tjetër argumentet që kërcënojnë me xhehenem, me dënim të randë, atë i cili nuk e jep zeqatin e arit dhe të argjendit, nuk e kanë seleksionuar apo klasifikuar jo këta qa për femna që përdoret, përjashtohet, e për të tjertë futen në këta argumente. Argumentet nuk i ndajnë argumentet. Pra me thojnë, këta ulema, se zeqati i femrës që e bartë për vetë femra, nuk është më rëndësia bartë për dita jo, se për shumë në ki kjerën, 100.000 euro, po e ki për nevoja personale. Ka mundësi e përdor kjerë në herë, në ditje, ka mundësi një aftë, ka mundësi në mujtë. Për nuk e ki për tregti, e ki për nevoja personale. Edhe këtë të are argjend, nuk është më rëndësia e vesh për dit, e vesh se e vënën arin stëli për dit, apo i lënë që atë i vënën kur ka mbledhime të bimet grave, kur kemi shku dikon ka me shku gruja, kur vjen dikosh, kur ka të bimet grave. Nuk qënë peshkja, sepse është i dedikuar për zinet, për më stëlis gruja. Pra, nëse, si mbas ti mendimi, nëse arrin në sabën, sasin, në 81 gram ari e më shumë, asaj motrës i obligohet zeqati 2.5% në te. I obligohet zeqati. E pastaj që shme dhënë zeqatin,
se ke motër dhe kam 115 gram për afërsisht. Që shme dha zeqatin, une që dhe sot pas në harrohe, më interesu me pyet, po tash është let në internet e gjenë bursa sa është ari, se për para në pyet që argjentartë. Çdo Ramazan, ka fund Ramazanit, e pyet që argjentartë, sa është kilogrami i arit. Në mënyrë që këtë më pyet dikush, me ditë me tregu, me letu njerëzve. E tash, që s'kam pyet këtë Ramazan, hala, por tash mund është nëpërmjet internetit për që thu, sa është bursa e arit tek në Kosovë, në rajonin tonë, edhe ta qëtë sa është. Për shembull, nëse është $50,000, 1 kilogram. 100 gram sa i bie $5,000. Apo? I bie $5,000. Tash, ti e kimet hanefive është 91, kardavët të tjerë kanë thonë 81, mërë 90, s'ka dërt. Pra i hek edhe 10 gram, edhe i bjen qaj shumë. Ta në qatë shumë 2,5 në qenë jep. Kaq. Kështu kanë thonë. Edhe këtë përshën zemër ma shumë. Sahi, është mendimi tjetër, se ta ke motër disa thënë nuk obligohet zeqatin në arë, stolit e gruas. Është e vërtet që thojnë disa, dhe është mendim i Malikive, mendim i Shafive me dheb, mendim i Hambelive me dheb, Ibn Taymija e përcenat mendim, Ibn Qayyim e përcenat mendim, Albani e përcenat mendim, Kardavi e përcenat mendim, e favorizojnë këta atë mendim, sahi, është e vërtet, por që shatë edhe Ibn Taymija dhe Sanani, edhe të kësh me Hanefit, është minimumi është me qetë. Është mas preventive, është rezerve sape, pëse ma mirë me dhanë, me qenis e me përshu zemra, kër je pak i dëshimt, apo mes me dhanë, hajtë se pëthëjnë të tjertë në koka, oblikim. Kështu që unë mbroj këtë ide, deri sot, që bëjnë atë tardhen, nuk e di. A mund shët mendja, ndrysh ajo, nuk garantaj. Për deri me tani, unë me qëtë mendim kam shku, dhe me këtë mendim jep e fetva. Jepne zeqatin në stolit e grave, nëse i keni mbi 85 grame për pjetë. Jepne. Ti nëse nuk dënë me thonë, atër paka e pak shëtë një pjesë, që të nërë 80. Qatë pjesë shëtë, edhe shërëzaje. Zbërte pak ma poshtë, nuk e më rritë në sapi. Allahu e din më së miri.